Përshëndetje. Të qenit në një marrëdhënie me një narcist mund të ndihet si një slit emocionale kur çdo fazë paraqet sfida për realizime të reja. Këto faza të një marrëdhënie narciste ju lën të vini në dyshim vetvlerësimin tuaj. Kuptimi i këtyre fazave mund t'ju ndihmojë të lundroni në ngritjen dhe në uljet e një marrëdhënie narciste në një mënyrë më efektive. Narcistët mund të manipulojnë përmes vëzhgimit dhe sharmit, duke krijuar një ndjenjë të re me lidhjeje. Këto marrëdhënie kanë faza të dallueshme, shpesh duke përfshirë një fund gradual potencialisht traumatizues. Kuptimi i këtyre fazave ndihmon në shërimin dhe vendosjen e kufive ta quajmë për të mos i dëgjuar. Marrëdhëniet me individ që shfaqin çrregullime të personalitetit narcist, që ju shpesh do ta gjeni me 3 gërma NPD, paraqesin një seri dinamikash që mund të jenë komplekse dhe sfiduese për tu lundruar, të themi, dhe shpesh lën plagë të qëndrueshme emocionale që shkojnë nga dhimbja emocionale në trauma të qëndrueshme. Në punën time, por edhe në jetë, më kam hasur shpesh në njerëz narcist dhe besoj se tani jo vetëm unë që kam pak njohuri, por edhe ju keni aftësi që t'i dalloni ato. Në kanalin tim unë kam mjaft video që flas për narcistët dhe narcistet, si për fëmijët, si për prindër dhe për shoqëri. Ju lutem, nëse keni kuriozitet, klikoni aty me çelësin narcistët dhe do t'u dalin plot video të tjera. Gjithsesi, le të vazhdojmë më tutje dhe të flasim se këto faza zbulojnë një model manipulimi, kontrolli emocional dhe braktisje eventuale emocionale dhe fizike sigurisht, që mund të prek thellë partnerin tjetër. Kuptimi i këtyre fazave mund të ndihmojë në njohjen e dinamikës së lojës dhe për ata që gjejnë veten të ngatërruar në marrëdhënie të tilla dhe që lundrojnë drejt rikuperimit të vetvetes pasi kanë qenë në ndikim të lidhur fort me dikë që nuk kujdesej për to. Unë do të përshkruaj 6 fazat e një marrëdhënie me një narcist. E para është vëzhgimi. Narcisti e nis këtë fazë duke studiuar me përpikmëri sjelljen, rutinat, interesat dhe dobësitë e objektivit të tyre. Ata synojnë të mbledhin informacion të vlefshëm që do t'i lejojë ata më pas të lundrojnë në situatën në mënyrë efektive. Narcisti shfaq në mënyrë delikate karizmën dhe magnetizimin e tyre pa angazhim të drejtë për drejtë, duke nxitur interesin te objekti dhe duke tërhequr atë në një marrëdhënie. Për ta, zgjedhja e partnerit të dur është jashtëzakonisht e rëndësishme. E dyta, ata afrohen. Në këtë fazë narcisti bën kontakt me objektivin dhe fillon bombardimet e dashurisë, duke i përmbytur me dashuri, vëmendje, me lajka të tepruara, të kombinuar me periudha të vogla indiferente. Gratë në këto momente kur takojnë një njeri narcist, urojnë veten që kanë gjetur një njeri që i do kaq shumë dhe lë kokën për to. Ndjenja euforike e krijuar nga kjo taktik e bën objektivin, pra femrën, të prekshme dhe më të ndjeshme ndaj hijeshisë së narcistit. Në një moment, narcisti duket i interesuar thellë për marrëdhënien, duke përshpejtuar intensitetin e saj, duke nxitur një ndjenjë të rreme të lidhjes së fortë. Pothuajse tashmë kjo është e pathyeshme. Tjetër, ai zbukuron dhe sharmon. Këtu narcisti krijon me kujdes një personazh të idealizuar, duke nxjerrë në pa arritjet, lidhjet dhe pasuritë e tyre materiale për të magjepsur objektin e tyre. Ata gjenerojnë një atmosferë suksesi dhe dëshirueshmërie, duke siguruar që objektivi i tyre i percepton ata si të jashtëzakonshëm dhe të denjë për t'u admiruar. Narcisi synon të sharmojë dhe të bëjë përshtypje objektivit të tyre, duke i bërë ata të ndihen të veçantë dhe të privilegjuar për shoqërinë e tyre. Gjatë kësaj faze ata krijojnë një lidhje të fortë emocionale, duke e portretizuar veten si partner të përsosur dhe madje duke pasqyruar interesat e objektivit. Narcisti mund të përshtat personalitetin e tij
për të pasqyruar vlerat e objektivit, duke forcuar lidhjen emocionale dhe duke konsoliduar besimin e objektit në këtë marrëdhënie. E katërta, ata tregojnë nevojtar. Ndoshta faza më e zgjuar dhe më e lodhshme emocionalisht është kur narcisti përfiton nga dëmshuria dhe ndjeshmëria e femrës, të themi, e objektivit, duke theksuar cënueshmërinë ose nevojën e tyre me besimin që ato kanë ndërtuar. Ata krijojnë dramë dhe kriza për të ruajtur kontrollin emocional dhe varësinë. Ndërsa objektivi i jep përparësi nevojave narciste dhe i neglizhon ato të vetat, erozioni i vetëvlerësimit dhe kufive të tyre personal mund të bëhet gjithnjë dhe më i dukshëm për narcistin dhe për të tjerët, por jo për partnerin, i cili mund të ketë zhvilluar një lidhje traumatike deri në këtë pikë. E pesta, ata ju braktisin. Në kundërshtim me besimin popullor, se faza e hedhjes nuk është gjithmonë e papritur, pra faza e largimit. Kjo fazë mund të shpaloset gradualisht dhe të jetë me dhimbje të gjatë. Narcisti mund të jetë duke planifikuar strategjinë e tyre të daljes, pra të braktisjes, por gjithsesi kërkon lidhjen për arsye të ndryshme që ta mbajë atë të fshehur. Ata fillojnë procesin e tërheqjes duke i privuar objektivit, pra femrës, intimitetin dhe mbështetjen më thelbësore emocionale. Në këtë fazë është e mbushur me ndezje sherrësh, akuza, zhvlerësim dhe abuzim dhe mungesë angazhimi, pesnikërie ose llogaridhënie. Partneri lihet në duart e veta, por mund të mbetet nën iluzion e krijuar nga narcisi se është faj i tyre dhe se meritojnë këtë ndëshkim që ata po bëjnë. Mund të bëhet veçanërisht e vështirë për partnerin nëse ai bëhet i vetëdijshëm për atë që përfshin narcismi, pasi kjo vetdije mund të bëjë një kërcënim për narcistin. Të mësuarit për abuzimin narcist është shpesh fillimi i rënies së partnerit nga lartësia e tij. 6. Ata largohen. Kjo fazë shpesh neglizhohet, por është kritike për të kuptuar motivimet e narcistit. Ndërsa narcisti përgatitet të jap fund marrëdhënies dhe orkestron largimin prej saj, ata mund të bëjnë një përpjekje të fundit për të marrë kontrollin dhe për të ruajtur imazhin e tyre për veten. Ata mund të krijojnë falje, të shprehin pendim ose të manipulojnë objektivin, duke besuar se kanë cilësi shpenguese për të liruar veten nga çdo faj dhe për të siguruar reputacionin e tyre. Pavarësisht nga reagimi i partnerit, narcisti përfundimisht ndërton një rrëfim që i portretizon ata se janë viktima. Ata do të shprehin pakënaqësi ndaj ish partnerit të tyre, do të flasin keq për të me të tjerët dhe do të bëjnë publike akuza të rreme. Ata mund të pretendojnë se partneri u ka vështirësuar jetën dhe u ka hequr diçka që u përkiste, si fëmijët, pasuritë ose statusin shoqëror. Ka disa çifte që bashkëjetojnë për një kohë dhe pretendojnë se janë të martuar, por sapo narcisti largohet dhe nëse jeton ende në të njëjtën shtëpi, martesa ka marrë fund. Për shkak se jam i përkushtuar ndaj traumave të ndarjeve, nuk mund të përfundoj pa trajtuar traumën që lidhet me të qenit në një marrëdhënie me një narcist. Në mënyrë tipike, partneri zgjohet për atributet e tij pozitive, të cilat narcisti kërkon të shfrytëzojë. Ndjenja e parë dhe e vlerësuar e shtyn objektivin të ul vigjilencën dhe të zhvillojë besimin te partneri i tyre. Kjo i bën ata pre e lehtë për teknikat manipuluese si gaslighting, për shkak të besimit dhe të lidhjes shumë të mundimshme të traumës së zhvilluar në mënyrën e dashurisë. Kjo është arsyeja pse fazat e hedhjes dhe të largimit janë kaq të dëmshme. Nga largimi ngadalt, mund ta mbaj partnerin në një gjendje pasigurie, duke aktivizuar përgjigjet e tyre ndaj stresit dhe duke ndryshuar fokusimin e sistemit të tyre nervor
ditë pas dite. Kjo slit gradual, që thamë, është e qëndrueshme emocionalisht, shpesh përmendet si një traumë komplekse ose traumatizimi e ngadalt e personit, ku lufta për mbijetesë është e mbushur me sfida të tilla si të vetëdyshimit, ndjenja e pavlefshmërisë, turpit, konfuzionit, frikës dhe paqëndrueshmërisë. Ndërsa narcisti largohet vetë cilësitë që fillimisht i tërhoqen te partneri i tyre, individi synon se mund të përjetojë një rënje të vetvlerësimit dhe një ndjenjë dobësimi. Ky erozion i identitetit personal mund të lërë partnerin të ndihet i çorientuar, i pafuqishëm dhe të vënë në dyshim qëndrueshmërinë e tij përballë abuzimit emocional të vazhdueshëm. Pasi të njihni këto flamuj të kuq, këto mina të kuqe të themi, dhe të kuptoni qëllimet e tyre të vërteta të narcistëve nën veprimet e tyre, mund të filloni procesin e shërimit, të rindërtoni ndjenjën tuaj të dëmtuar të vetvetes dhe të rikuperoni veten dhe potencialin tuaj. Duke identifikuar këto faza, ju mund të ndërmerrni hapa për të mbrojtur mirëqenien tuaj emocionale dhe të vendosni kufi për të parandaluar dëmtimin e mëtejshëm. Miq, nëse doni, mund të bëni komente poshtë kësaj video. Unë këto dhe të thosha në këtë video, por ajo që unë kërkoj për jush është që të më ndiqni në kanalin tim duke bërë subscribe nëse dëshironi për të marrë video të reja që unë hedh her pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshim.